Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rusia paralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë. Sergei Naryshkin gjatë një takimi me zyrtar të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krahas asaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rrit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleance ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë lirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijohen drejt tregut të zi në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë, Sundimin e Ligjit dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti ecurinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejt për drejt të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e drejtësisë Tony Goku, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik i izoluar, matit konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e lartë, harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin e integruar të menaxhimit të çështjeve, alternativa ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofrojnë mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milion euro, asgjë nuk shkoi në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milion euro dhe imagjinoni ato 250 milion euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët se janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digjital Stefan Andonovski lidhur me paralajmërimet për heqjen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë, megjithatë kjo varet nga Bashkimi Evropian. Afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurrueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digjital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Sport. Trajneri kombëtares shqiptare të futbollit, Rolando Maran, publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për 2 miqësoret, e 3 qershorit kundër Izraelit dhe 6 qershorit kundër Luksemburgut në Albania. Për herë të parë, me kombëtaren grumbullohen portieri Partizanit Pano Qirko dhe mesfushori në pronësitë e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Hasani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani. Në port janë Alen Cherry, Simon Simoni dhe Pano Qirko. Mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardian Ismaili, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Elsejt Hysaj dhe Andi Hadroj. Mesfushor janë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Enis Mehmeti. Sulmues Mirlin Daku, Armando Broja, Myrto Ozuni dhe Kristian Shpendi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.